Një fëmijë përpiqet t'i blejë një dhuratë shoqes së saj me para të imëta dhe po shtërohet. Por dikush vendos të ndërhyjë dhe kjo ndryshon gjithçka. Teksa përpiqet ta ndihmojë, ai kupton se është përfshirë në diçka shumë më të madhe nga sa e mendonte. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, vazhdojmë. Duhej të ishte thjesht një pasdite e zakonshme në Tiranë, nga ato kur supermarketi i lagjes së bllokut mbushet plot me njerëz të lodhur, karroca gjysmë të mbushura dhe vapa e prillit që ende rëndonte në ajër. Artan Gashi ndodhej aty vetëm sepse kishte nevojë për një moment normaliteti, një pushim nga rutina mbytëse e mbledhjeve dhe angazhimeve që i merrnin çdo sekond të jetës. Në moshën 43 vjeçare, ai kishte ndërtuar një perandori në sektorin e pasurive të paluajtshme, por në atë çast, mes rafteve me biskota dhe pije freskuese me ulje, ai ishte thjesht një klient tjetër me nxitim. Radha lëvizte ngadalë. Artani po shikonte i shpërqendruar celularin, duke ju përgjigjur mesazheve automatike, kur një lëvizje e vogël i tërhoqi vëmendjen. Një vajzë, që nuk duhet të ishte më shumë se 5 vjeç, hyri e vetme në supermarket. Ajo ishte shumë e vogël për atë mjedis, e veshur me një bluzë të zbardhur dhe pantallona të shkurtra me një lastik të liruar, këmbët të mbathura me shapka të vjetra. Flokët i kishte të lidhur me një lastik të thjeshtë, pak shtrembër, dhe fytyra kishte atë papastërtinë e dikujt që ka luajtur në rrugë gjithë ditën pa i thënë njeri se ishte koha për t'u larë. Por ajo që i tërhoqi më shumë vëmendjen Artanit ishte shikimi i saj, tepër serioz për moshën, sikur tashmë të kishte mësuar gjëra që asnjë fëmijë nuk duhet t'i di. Vajza mbante fort një grusht monedash në dorën e saj të vogël, duke numëruar me zë të ulët ndërsa ecte nëpër korridore. Artani ndiu një therje të çuditshme në gjoks, diçka mes kureshtjes dhe një shqetësimi që nuk arrinte ta shpjegonte. Ajo u ndal përballë një rafti pranë arkës, ku vareshin ato lodrat e lira, prej plastike me ngjyra, që kushtonin pak lekë. Me kujdes, sikur po zgjidhte gjën më të rëndësishme në botë, ajo mori një kukull të thjeshtë, nga ato me flokë leshi dhe rroba të qepura, dhe e shtrëngoi pas gjoksit. Artani po vëzhgonte gjithë këtë pa e kuptuar se kishte pushuar së kushtuari vëmendje celularit. Vajza eci drejt arkës me një guxim që dukej shumë i madh për atë trup të imët. Radha ishte e gjatë, por ajo qëndroi aty duke pritur me durim, duke e mbajtur lodrën sikur të ishte një thesar. Kur më në fund i erdhi Radha, ajo e vendosi kukullën në banak dhe hapi dorën, duke i treguar monedat gruas në ark. Mimoza Leka ishte emri i arktares, një grua rreth të 50-tave, me fytyrën e shenjuar nga një shprehje e përhershme lodhjeje dhe hidhërimi. Ajo i shikoi monedat me përbuzje, pastaj vajzën, dhe lëshoi një pshertim të paduruar. Vajza filloi të numëronte monedat, një nga një, me gjuhën mes dhëmbëve, e përqendruar. Artani pa kur gruaja rrotulloi syt dhe ia shtyu monedat fëmijës. Këto nuk janë para të vërteta, foli arktarja aq lart sa ta dëgjonin disa njerëz në radhë. Monedat na e ngatërojnë punën, moj vajzë. Dhe fëmijët nuk blejnë vetëm. Ku e ke mamin? Ik që këtu para se të thëras dik. Vajza mbeti e ngrirë. Fytyra e saj e vogël filloi të skuqej, syt i shkëlqenin nga lotët që përpiqej t'i mbante. Ajo shikoi monedat në dorën e saj, pastaj kukullën në banak, dhe zëri i saj doli i ulët, pothuajse një pëshpërim. Është dhuratë, tha ajo. Për një shoqe që nuk merr kurrë asgjë. Arkëtarja qeshi shkurt dhe thatë. Dhuratë? Me këto para? Shko luaj në rrugë, moj vajzë. Këtu nuk është vend për ty tjetri. Ishte në atë moment që diçka brenda Artanit u thye. Ai kur nuk kishte qenë tipi që përfshihej në situatat e të tjerëve, gjithmonë preferonte të mbante distancë nga problemet e të tjerëve, i fokusuar vetëm në bizneset e tij dhe në ruajtjen e pamjes së një jete të kontrolluar në mënyrë perfekte. Por të shite atë fëmijë duke u poshtëruar publikisht, duke ju shkelur dinjiteti për shkak të disa monedhave, preku diçka të thellë që ai nuk e dinte se ekzistonte ende brenda tij. Më falni, tha ai, duke bërë një hap përpara. Arkëtarja e shikoi me nervozizëm, por shprehja e saj ndryshoi kur vuri re elegancën e matur të kostumit që Artani vishte, orën e shtrenjtë në kyçin e dorës. Pse po trajtohet kështu një fëmijë? Gruaja u përpoq të mblidhte veten, duke sforcuar një buzëqeshje false profesionale. Zotëri, ne kemi rregulla këtu. Monedat e komplikojnë kusurin dhe fëmijët vetëm nuk mund të bëjnë pazar. Është procedura e dyqanit. Artani u ul në gjunjë në lartësinë e vajzës, e cila e shikonte me një përzierje frike dhe shprese.
Ai pa nga afër sa e brisht ishte, sa shumë dhimbje dhe vetmi kishte në ata sy të vegjël. Si e ke emrin? E pyeti ai me butësi. Vajza hezitoi duke parë përreth sikur po kontrollonte nëse ishte e sigurt të përgjigjej. Jona, përshpëriti ajo më në fund. Jona, a është e rëndësishme kjo lodër për ty? Ajo tundi kokën pohueshëm duke i shtrënguar monedat edhe më fort. Është për Bian. Ajo mërzitet. Nuk ka lodra. Doja ta bëja të buzëqeshte. Artani ndjeu një nyje në fy. Ai u ngrit dhe e shikoi drejt e në sy arktaren. Unë do ta paguaj lodrën e vajzës. Dhe jo vetëm këtë. Ai tregoi me gisht raftin. Dua të gjitha lodrat në atë raft. Të gjitha. Mund t'i kaloni në ark. E gjithë radha heshti. Disa njerëz filluan të përshpërisnin me njëri tjetrin, të tjerë nxorën celularet për të filmuar. Arkëtarja nuk dinte si të reagonte, duke u përpjekur tani të dukej e gatshme, duke ofruar qese, duke ndryshuar plotësisht tonin e zërit. Artani nuk ishte i interesuar për ndryshimin e saj të qëndrimit. Dua të flas me menaxherin, tha ai me qetësi, por me një vendosmëri që nuk linte vend për diskutim. Menaxheri u shfaq shpejt, një burr në moshë të mesme me një qëndrim që përpiqej të dukej autoritar, por që vetëm sa transmetonte nervozizëm. Zoti Gashi, tha ai duke e njohur Artanin. Ndonjë problem? Mund ta zgjidhim çdo gjë. Artani i shpjegoi situatën me detaje, duke folur se si një fëmijë ishte poshtëruar duke u përpjekur të bënte një blerje të ligjshme. Menaxheri menjëherë filloi të kërkonte falje, duke premtuar se do të merrte masa, se kjo nuk përfaqësonte vlerat e kompanisë. Artani e ndërpreu. Problemi nuk është vetëm me procedurat e dyqanit tuaj, tha ai. Problemi është se ka një fëmijë 5 vjeçar që bën pazar vetëm, duke dashur të blejë një dhuratë për një fëmijë tjetër që, sipas fjalëve të saj, nuk merr kurrë asgjë. Kjo nuk ju shqetëson? Menaxheri hapi gojen për t'u përgjigjur, por nuk arriti të formonte një fjali koherente. Artani u kthye nga Jona, e cila po vëzhgonte gjithçka me sy të zgurdulluar. Jona, ku është mamaja jote? Ku është personi që kujdeset për ty? Vajza uli syt në tokë. Nuk mund të flas për këto gjëra, murmuriti ajo. Pse jo? Sepse përndryshe ha dru. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Disa njerëz në radhë shkëmbyen shikime të sikletshme. Një zonjë e moshuar që ishte menjëherë pas Artanit u afrua dhe i vuri dorën në shpatull Jonës. O Zot, moj vogëlushe, kush ta bën këtë ty? Jona nuk u përgjigj, vetëm përqafoi kukullën që Artani kishte paguar. Ai i pagoi edhe të gjitha të tjerat, duke mbushur një qese të madhe me lodra të ndryshme. Jona, tha ai, duke u ulur përsëri në lartësinë e saj. Ti fole për Bian. Ajo është shoqja jote? Vajza pohoi me kokë. Ajo është e vogël. Nuk është mirë. Ndonjëherë ka uri dhe qan natën. Unë ndaj bukën time me të kur arri ta gjej. Artani ndjeu sikur dikush e kishte goditur me grusht në stomak. Ku është ajo? Unë mund t'ju ndihmoj të dyjave. Vërtet. Jona e shikoi me një dyshim që ja theu zemrën. Të rriturit gjithmonë thonë se ndihmojnë, por pastaj zhduken. Sidomos të pasurit. Ata ndihmojnë për t'u dukur në televizor. Ato fjalë, të thëna me vrazhdësinë e një fëmije që ishte zhgënjur shumë herë, e goditën Artanin si një shupllak. Ai e kuptoi në atë moment se e gjithë jeta e tij ishte ndërtuar mbi aparenca, mbi bërjen e minimumit të nevojshëm për të ruajtur një imazh të mirë, pa u shqetësuar kurrë vërtet. Unë nuk dua të dukem askund, tha ai sinqerisht. Unë vetëm dua të kuptoj pse ti duhej të kaloje nëpër këtë. Të lutem, më lejo ta njoh Bian. Më lejo të ndihmoj vërtet. Jona kafshoi buzën, duke menduar. Pas një heshtjeje të gjatë, ajo tha, mirë. Por unë të tregoj rrugën dhe ti më ndjek. Dhe nëse bën ndonjë gjë të gabuar, unë bërtas dhe vrapoj. Artani ra dakord. Ata dolën nga supermarketi së bashku, me qesen e lodrave. Menaxheri u përpoq t'i ndiqte, duke ofruar falje, por Artani e largoi me një gjest. Kur arritën në trotuar, Artani vuri re diçka të çuditshme. Kishte një burr të mbështetur në një shtyllë, duke lëvizur në celular, por sytë e tij ndiqnin çdo lëvizje të tyre. Kur Artani dhe Jona filluan të ecnin, burri i ndoqi nga distanca.
Artani ndjeu një të dridhur në shpinë. Ai burr nuk dukej si një kureshtar I thjesht. Kishte diçka të llogaritur në mënyrën se si pozicionohej, gjithmonë duke mbajtur një distancë specifike, gjithmonë me sytë të ngulitur tek ata. Artani me diskrecion nxori celularin dhe I dërgoi një mesazh Marcelit, shoferit dhe truprojës së tij personal, duke I kërkuar të ishte I vëmendshëm dhe t'i ndiqte nga larg pa u vënë re. Diçka nuk shkonte, ai mund ta ndjente në ajër, një tension të padukshëm që I bënte qimet e qafës t'i ngriheshin përpjet. Por nuk donte ta tremte Jonën, e cila tashmë dukej mjaft e friksuar që duhej t'i besonte një të huaj. Vajza e udhëhoqi nëpër rrugë ku Artani nuk kishte shkelur kurrë, pavarësisht se jetonte në Tiranë gjithë jetën. Ishin rrugica të ngushta, qoshka pa ndriçim, vende ku qyteti tregonte fytyrën e tij më të ashpër dhe të vërtetë. Tirana e kartolinave, e ndërtesave me xhama pasqyrë dhe bulevardeve të gjera, mbetej gjithnjë e më larg me çdo cep që kthenin. Këtu ishte një realitet tjetër, një realitet që ekzistonte krah për krah me luksin, por që mbetej I padukshëm për ata që nuk donin ta shihnin. Jona ecte shpejt, me besimin e dikujt që njihte çdo cep, çdo shkurtore, çdo rrezik. Artani kuptoi se ajo kishte një sistem, një rrugë specifike që me siguri e përdorte për të qëndruar e sigurt. Ajo shmangte rrugë të caktuara, përshpejtonte hapin në pika të caktuara, përshëndeste me kokë disa njerëz që dukej se e njihnin. Ishte një kod mbijetese që ajo e kishte mësuar shumë herët, shumë e re. Ajo fliste ndërsa ecte, duke lëshuar copa informacionin në një mënyrë të natyrshme, pa e kuptuar peshën shkatërruese të asaj që thoshte. Fjalët dilnin sikur të ishin të zakonshme, pjesë normale e jetës. Bia ka një person që kujdeset për të, por ai person zhduket shumë, shpjegonte ajo me atë zë fëmije që duhej të fliste për kukulla dhe filma vizatimor. Ndonjëherë ri me ditë pa u dukur. Kur ndodh kjo, atëherë unë ri me të. Ne ndajmë ushimin kur arri të gjej diçka. Ne flejmë pranë një vendi me çati kur është ftohtë, përndryshe Bia së muret. Artani dëgjonte me zemër të shtrënguar, çdo fjalë ishte një thik në ndërgjegjen e tij. Si ishte e mundur që në shekullin e 21, në një qytet si Tirana, fëmijët jetonin kështu? Dhe si ishte e mundur që ai, një burr I pasur dhe me ndikim, që frekuentonte restorantet më të mira, që ngiste makinat e importuara, që jetonte në një apartament luksos në katin e fundit, nuk e kishte parë kurrë vërtet këtë realitet? Sa herë kishte kaluar pranë njerëzve në rrugë, kishte shmangur shikimin, kishte bërë sikur nuk I shihte? Sa herë kishte gjykuar, duke menduar se ishin raste të humbura, probleme të tjerëve, përgjegjësi e qeverisë? Turpi filloi t'i shtrëngonte fytin. Për 5 vjet ai ishte fshehur në flluzkën e tij të dhimbjes dhe punës, duke përdorur zinë për lirën si justifikim për t'u izoluar nga bota. Kishte ndërtuar një fortesë rreth zemrës, duke mbajtur gjithë vuajtjen brenda dhe gjithë njerëzimin jashtë. Dhe tani, ajo vajzë e vogël 5 vjeçare, që mbante barra që duhej të ishin të rriturve, po e udhëhiqte në përhijet që ai gjithmonë kishte zgjedhur t'i ignoronte. Ata arritën në një vend që nuk ishte tamam shtëpi, ishte një hapësirë e improvizuar mes ndërtimeve, e fshehur pas disa kontejnerëve të braktisur që dukej se ishin harruar nga ndonjë kompani transporti. Toka ishte e ngjeshur, kishte mbeturina të shpërndara nëpër qoshe, dhe era e lagështisë e përzier me diçka të thartë mbulonte ajrin. Aty, në një kuti kartoni të veshur me disa lecka të vjetra që ishin arnuar disa herë, e mbuluar nga një copë mushama plastike e grisur, ishte Bia. Ajo nuk duhet të ishte më shumë se 4 vjeç, ndoshta as aq, ishte edhe më e vogël dhe më e brishtë se Jona. Fytyra e saj ishte e zbehtë si letër, buzët paksa të purpurta, sytë të futur thellë të rrethuar nga rrath të zinj që nuk duhej të ekzistonin tek një fëmijë kaq I vogël. Ajo dridhej në një batanie të hollë që më shumë dukej si leckë, trupi I saj I imët mblidhej për të ruajtur çdo gjurmë ngrohtësie. Kur pa Jonën, ajo u përpoq të buzëqeshte dhe në atë përpjekje Artani pa gjithë pafajësinë dhe gjithë tragjedinë e botës. Ishte një buzëqeshje e lodhur, pa forcë, por e sinqertë. Sytë e saj të vegjël u ndriçuan pak, si qirin gati për të ushuar që marrin një frymë të fundit oksigjeni. Jona. Pëshpëriti ajo, zëri I dobët dhe I ngjirur. Jona vrapoi drejt saj, jo vrapoi, praktikisht fluturoi, me shqetësimin dhe dashurinë të stampuar në çdo lëvizje. Ajo ul në gjunjë pranë kutisë së kartonit dhe I tregoi kukullën me një gëzim aq të pastër saqë ja theu zemrën Artanit në mira copa. Shiko, Bia. Ja dola. Është e jotja. Një dhuratë e vërtetë. Një dhuratë vetëm për ty.
Bia e mori kukullën me duart e saj të vogla që dridheshin, sikur po mbante gjën më të çmuar në univers. Ajo e përqafoi lodrën pas gjoksit të saj të dobët dhe, për herë të parë, sytë e saj shkëlqyen me diçka që dukej si gëzim i vërtetë. Për të, ajo copë plastike dhe lecke vlente më shumë se të gjitha thesaret e botës, sepse vinte nga dikush që kujdesej, nga dikush që mendoi për të, nga dikush që e shihte si një qenie njerëzore të denjë për afeksion. Artani u afrua ngadalë, çdo hap peshonte tonelata, duke ndjerë një nyje në fyt që kërcënonte ta mbyste. Syt i digjnin nga lotët që përpiqej t'i përmbante, por që këmbëngulnin të formoheshin. Ai ul në gjunja aty, në tokën e ndotur dhe të lagësht, duke ndjerë ftohtësinë e dheut përmes pëlhurës së shtrenjtë të pantallonave të kostumit, dhe e kuptoi me një qartësi brutale dhe të dhimbshme se blerja e lodrave kishte qenë vetëm një gjest i bukur, por tmerrësisht i pamjaftueshëm përballë madhësisë së vuajtjes që ato fëmijë përballonin. Aty nuk bëhej fjalë vetëm për urinë apo të ftohtin, bëhej fjalë për dinjitetin e vjedhur, për fëmijërinë e mohuar, për të ardhme që po shuheshin para se të fillonin. Përshëndetje, Bia, tha ai butësisht. Unë jam Artan. Jam miku i Jonës. Ju të dyja keni nevojë për ndihmë dhe unë dua t'ju ndihmoj vërtet. Me ushqim, një vend të sigurt, kujdes mjekësor. Gjithçka që ju nevojitet. Por para se Bia të mund të përgjigjej, një zë e preu ajrin si një te. Çfarë po bën ti këtu? Artani u kthye dhe pa një grua që po afrohej. Ajo ishte rreth të 30-tave, me flokë të shpupuritur, rroba të vjetra dhe një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Jona menjëherë u tensionua, duke u vendosur para Bias si një mburoj. Këto vajza janë përgjegjësia ime, tha gruaja, duke zgjatur dorën. Ti nuk ke punë këtu. Artani u ngrit duke u vendosur mes gruas dhe fëmijëve. Dhe kush jeni ju? Unë jam ajo që kujdeset për to dhe do të thëras njerëz nëse nuk largohesh tani. Kjo do të sjellë probleme. Jona e tërhoqi Artanin nga mënga dhe i pëshpëriti, asaj nuk i pëlqen kur flasim me njeri. Në atë çast, celulari i Artanit vibroi. Ishte një mesazh nga një numër i panjohur. Ai shikoi ekranin dhe ndiu gjakun t'i ngri në vena. Nuk duhej të ishe përzier. Ktheu në jetën tënde para se të humbasësh diçka që e do. Artani shikoi përreth, duke kërkuar se kush mund ta kishte dërguar atë, por pa vetëm gruan para tij dhe fëmijët e frikësuar pas. Si e dinte dikush se ai ishte aty? Dhe pse ai kërcënin duke i kaq personal, duke prekur pikërisht plagën e tij më të madhe, humbjen që ai kishte kaluar vite duke u përpjekur ta varroste nën punë dhe para? Ai e futi celularin në xhep, duke u përpjekur të ruante qetësinë. Do ta zgjidh këtë në mënyrën e duhur, tha ai, më shumë për vete se sa për çdo tjetër. Por ndërsa përpiqej të mendonte për hapin tjetër, Jona bëri diçka të papritur. Ajo futi dorën në xhepin e pantallonave të shkurtra dhe nxori një letër të zhubravitur, duke ia dhënë Artanit shpejt, para se gruaja të mund ta shite. Artani e mori letrën dhe e hapi me diskrecion. Ishte një shënim me një adresë dhe një emër, jo një emër i plot, vetëm një nofk, Bufi. Dhe në anën e pasme të letrës, e vizatuar me laps, ishte një simbol. Një simbol që Artani e njohu menjëherë, që bëri të dridhej gjithë botën e tij. Ishte shenja e një institucioni që ai e njihte shumë mirë, një institucion që vite më parë ishte i lidhur me tragjedinë më të madhe të jetës së tij, me ditën kur ai humbi gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Duart e tij filluan të dridheshin. Ai shikoi Jonën, pastaj Bian dhe më në fund gruan që i vëzhgonte me atë buzëqeshje false. Gjithçka ishte e lidhur në një mënyrë që ai ende nuk e kuptonte, por që e mbushte me një terror të vjetër dhe familjar. Gruaja bëri një hap përpara, por para se të mund të fliste, u shfaq një figurë nga hija. Ishte burri që i kishte ndjekur që nga supermarketi. Artani u përgatit për më të keqen, por pastaj vuri re diçka që e la edhe më të hutuar. Burri nuk po e shikonte atë. Po shikonte fiksisht Jonën me një shprehje shoku absolut. Dhe ishte atëherë që Jona, ajo vajzë e vogël dhe e vuajtur, e shikoi drejt në sy Artanin dhe tha diçka që bëri që toka të zhdukej nën këmbët e tij. Ti nuk më mban mend, por unë të mbaj mend ty. Artani mbeti plotësisht i paralizuar nga ato fjalë. Ti nuk më mban mend, por unë të mbaj mend ty si mund ta njihte atë vajzë, të cilën ishte i sigurt se nuk e kishte parë kurrë më parë në jetë. Ai ul përsëri në lartësinë e saj, zemra i rrite aq fort sa e ndjente në tëmtha. Si kështu më mban mend, Jona? Jemi parë më parë?
Vajza shikoi burrin që ishte shfaqur nga hijet, pastaj gruan që thoshte se ishte përgjegjëse për të, dhe më në fund përsëri Artanin. Sytë e saj të vegjël mbanin një peshë të madhe, një mençuri të trishtë që nuk duhej të ekzistonte tek një fëmijë. Ajo hapi gojën për të folur, por gruaja e ndërpreu ashpër. Mjaft me kaq. Jona, nuk do të flasësh më. Ju të dyja vini me mua tani. Gruaja u përpoq të kapte krahun e Jonës, por Artani i doli përpara. Me gjithë respektin, tha ai, duke e mbajtur zërin të qëndrueshëm por pa agresivitet, këta fëmijë nuk do të shkojnë askund derisa të kuptoj se çfarë po ndodh këtu. Dhe ti do të më thuash saktësisht kush je dhe cila është marrëdhënia jote me ta. Gruaja qeshi hidhur. Ti mendon se mund të vish këtu me kostumin tënd të shtrenjtë dhe të zgjidhësh gjithçka me para? Nuk funksionon kështu, jo. Këto vajza janë problemi im, dhe ti je vetëm një i pasur tjetër që do të duket, që do të ndihet i mirë për një ditë. Nuk ka të bëjë me të dukurit, u përgjigj Artani, duke ndjerë zemërimin të rritej brenda tij. Ka të bëjë me dy fëmijë që po vuajnë nga uria, që flenë në rrugë, që po shfrytëzohen nga njerëz që duhet t'i mbrojnë. Të shfrytëzuara? Gruaja kryqëzoi krahët. Unë kujdesem për to kur askush tjetër nuk do unë u jap ushqim, u jap stre. Ti nuk di asgjë. Ishte atëherë që burri që i kishte ndjekur më në fund foli. Emri i tij ishte Henrik Maliqi dhe zëri i tij doli i ngjyrur, i ngarkuar me emocion. Fatmire, tha ai, duke ju drejtuar gruas, mjaft me kaq. Ti e di shumë mirë se nuk po kujdesesh për askën. Ti po i përdor këta fëmijë. Fatmire u kthye nga ai me sy që xixëllonin. Ti nuk ke moral të flasësh, Henrik. Ti që braktise gjithçka, që u zhduke, që na lë në balë. Dhe tani shfaqesh këtu duke bërë rolin e heroit? Artani shikonte nga njëri tek tjetri, duke u përpjekur të kuptonte dinamikën mes tyre. Henriku i injoroi fjalët e Fatmires dhe ju afrua Jonës me kujdes, sikur të kishte frikë se do ta tremte. Jona, bija ime, tha ai butësisht, a mund të më thuash se çfarë doje të thoje kur the se e mban mend atë? Jona e shikoi përsëri Artanin dhe kishte lot që filluan t'i formoheshin në sy. Isha shumë e vogël, filloi ajo me zë të dridhur. Por mbaj mend një vend të madh, plot me fëmijë të tjerë. Një vend ku flinim në krevate të vërteta dhe hanim çdo ditë. Dhe kishte një burr që vinte atje ndonjëherë, ai vinte me një makinë të bukur dhe jepte lodra. Ai buzëqeshte, por sytë e tij ishin të trishtuar. Ai merrte një vajzë në krah, gjithmonë të njëjtën vajzë, dhe rrinte me të për një kohë të gjatë. Artani ndjeu sikur toka ishte hapur nën këmbët e tij. Ajri dukej se i mungonte në mushkëri. Ai e dinte saktësisht për çfarë po fliste Jona. Ishte shtëpia e fëmijës së Shën Vlash, ai vend ku ai kishte kaluar momentet më të këqija dhe më të mira të jetës së tij. Vendi ku vajza e tij, Lira, kishte jetuar muajt e fundit para se të largohej përgjithmonë. Lira ishte diagnostikuar me një sëmundje të rëndë në moshën 7 vjeçare. Gjatë trajtimit, ajo kishte kaluar shumë kohë në një qendër mbështetëse për fëmijë në situata të vështira, një vend ku ajo mund të luante dhe të shoqërohej me fëmijë të tjerë që gjithashtu përballeshin me betejë të rënda. Artani shkonte atje çdo ditë, pas pune, për të kaluar çdo minutë të mundshme me të. Ai sillte lodra për të gjithë fëmijët, jo vetëm për Lirën, sepse ajo e kërkonte. Ajo thoshte se donte që të gjithë fëmijët të ishin të lumtur, edhe pse për një moment. Dhe pastaj, 5 vjet më parë, Lira ishte larguar. Dhe me të, ishte larguar edhe një pjesë e Artanit që nuk u kthye më kurrë. Ai ishte mbyllur në punë, kishte ndërtuar mure rreth zemrës, kishte shmangur çdo lloj përfshirjeje të thellë emocionale. Ai ishte bërë një njeri i suksesshëm, por i zbrazët. Dhe tani, para tij, ishte një vajzë që e kishte njohur Lirën, që i kishte ndarë ato ditë me të. Ti ishe në shtëpinë e fëmijës së Shën Vlash, tha Artani, zëri i tij doli i thyer. Ti e njohe vajzën time. Jona pohoi me kokë. Vajza me flokë të gjatë që ti e merrje në krah. Ajo ishte e mirë. Ajo i ndante lodrat me mua. Ajo më quante shoqe. Lotët filluan të rridhnin nëpër fytyrën e Artanit pa mundur t'i kontrollonte. Pas 5 vitesh duke ndërtuar bariera, duke mbajtur gjithçka nën kontroll, ai e gjeti veten plotësisht të pambrojtur përballë atij fëmije që mbante një kujtim që ai mendonte se kishte vdekur. Lira, pëshpëriti ai. Ti e njohe Lirën time. Henriku u afrua dhe i vuri dorën në shpatull Artanit.
Unë punoja në atë shtëpi fëmije në atë kohë, tha ai. Isha punonjë social atje. Të mbaj mend ty e mbaj mend Lirën. Ajo ishte një vajzë e veçantë, plot dritë, pavarësisht gjithçkaje që po kalonte. Artani e shikoi Henrikun përmes lotëve. Atëherë ti e di, tha ai. Ti e di se çfarë ndodhi me të. E di, u përgjigj Henriku me zë të ulët. Dhe më vjen shumë keq. Vërtet. Ajo fliste për ty me shumë krenari. Thoshte se babai i saj ishte njeriu më i fortë në botë. Artani nuk mundi ta mbante dënesën që i erdhi nga fyti. Lira gjithmonë përpiqej të ishte e fortë për të mos e shqetësuar, gjithmonë përpiqej të buzëqeshte edhe kur dhimbja ishte shumë e madhe. Dhe në fund, kur ajo u largua, Artani ishte ndjerë njeriu më i dobët në botë, i paaftë për të shpëtuar të vetmin person që kishte vërtet rëndësi. Fatmire vëzhgonte gjithçka me një shprehje që përziente sikletin dhe padurimin. Kjo është shumë prekse, tha ajo me sarkazëm, por nuk ndryshon asgjë. Këto vajza vazhdojnë të jenë përgjegjësia ime dhe ti duhet të largohesh që këtu para se të thërras policin. Thire, tha Artani, duke fshirë lotët dhe duke rimarrë qetësinë. Thire policin. Do të jetë interesante të shpjegosh atyre pse dy fëmijë jetojnë në kushte kaq të mjerueshme në përgjegjësinë tënde të supozuar. Fatmire u bë dukshëm nervoze. Ti nuk e di me kë po përballesh, kërcënoi ajo. Artani bëri një hap drejt saj. Dhe ti nuk e di me kë po flet. Unë kam burime, kam avokat, kam kontakte. Nëse është e nevojshme, do të bëj që të vërshojnë hetimet këtu derisa të zbuloj çdo detaj të ndyrë të asaj që po ndodh. Ishte atëherë që Bia, e cila kishte qëndruar e qetë deri në atë moment e kapur pas kukullës, filloi të kollitej. Ishte një koll e thatë, e thellë, që bënte trupin e saj të vogël të përdridhej. Jona me njëherë vrapoj drejt saj, duke përqafuar shoqen dhe duke u përpjekur ta qetësonte. Bia ka nevojë për mjek, tha Jona e dëshpëruar. Ajo është kështu prej ditësh. I kërkova Fatmires ta çonte, por ajo tha se nuk kishte para. Artani nuk hezitoi. Ai mori celularin dhe i telefonoi shoferit të tij. Marcel, sill makinën aty ku jam. Është urgjente. Do të çojmë një fëmijë në spital tani. Pastaj u kthye nga Jona dhe Bia. Do të kujdesemi për Bian. Ajo do të ketë kujdesin më të mirë të mundshëm. Ti nuk mund t'i marrësh thjesht kështu. Bërtiti Fatmire, por zëri i saj nuk kishte më të njëjtën forcë si më parë. Ajo e dinte se po e humbiste kontrollin e situatës. Henriku u vendos pranë Artanit. Unë do të vi me ju, tha ai. Unë ende kam kontakte nga koha kur punoja si punonjë social. Mund të ndihmoj për të rregulluar situatën e këtyre vajzave. Brenda pak minutash, makina e Artanit mbërriti. Ishte një sedan i zi, i matur por qartësisht i shtrenjtë. Marceli, një burr i madh në moshë të mesme, zbriti shpejt dhe hapi dyert. Artani e mori Bian në krah me kujdes, duke ndjerë sa e lehtë ishte, tepër e brishtë. Jona hyri në sediljen e pasme duke mbajtur dorën e shoqes dhe Henriku hyri gjithashtu. Fatmire mbeti e palvizur në rrugë, duke vëzhguar gjithçka me një përzierje zemërimi dhe diçkaje që dukej si frikë. Para se të hynin në makinë, Jona e tërhoqi Artanin nga mënga. Letrën, pëshpëriti ajo. E lexove letrën? Artani nxori shënimin e zhubravitur nga xhepi. Po, e pash. Çfarë do të thot ai simbol? Dhe kush është bufi? Jona shikoi përreth me nervozizëm. Nuk mund të flas këtu. Të tregoj më vonë. Por duhet të kesh kujdes. Ka njerëz që nuk duan që të di njeri. Makina u nis drejt spitalit. Gjatë rrugës, Artani mbante Bian, e cila kollitej gjithnjë e më rrallë, duke u dukur më e qetë në krahët e tij. Jona mbante kukullën dhe shikonte nga dritarja, duke parë qytetin të kalonte. Henriku vëzhgonte gjithçka në heshtje, i humbur në mendime që dukeshin të rënda. Artani nuk mund të ndalonte së menduari për lidhjen mes gjithë kësaj. Shtëpia e fëmijës Shënvlash ishte mbyllur 2 vjet pasi Lira ndërroi jetë. Kishte zëra në atë kohë për parregullsi, për shpërdorim fondesh, por ai ishte aq i zhytur në dhimbjen e tij sa nuk i kishte kushtuar vëmendje. Tani, ai simbol në letër, i njëjti simbol që ishte në fasadën e shtëpisë së fëmijës, shfaqej përsëri, i sjell nga një vajzë që njihte vajzën e tij. Henrik, tha Artani, duke thyer heshtjen.
Çfarë ndodhi me shtëpinë e fëmijës Shënvlash pasi u mbyll? Henriku pshertiu thellë. Ishte një rëmuj, u përgjigj ai. Zbuluan se drejtoresha po shpërdoronte donacionet. Shumë fëmijë u transferuan në vende të tjera, por disa thjesht u zhdukën nga sistemi. Jona ishte njëra prej tyre. U përpoqa ta gjeja në atë kohë, por ishte e pamundur. Ishte sikur të ishte zhdukur. Po bia? Pyeti Artani. Henriku tundi kokën. Nuk e di. Por nga sa tregoi Jona, bia u shfaq më vonë, tashmë në situatë rruge. Dikush po i mbledh këta fëmijë që kanë rënë nëpër të çarat e sistemit. Për çfarë? Donte të dinte Artani, duke ndier një të ftohtë në shpinë. Henriku nuk u përgjigj menjëherë. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ulët dhe i shqetësuar. Ka rjete, tha ai. Njerëz që përfitojnë nga fëmijët e pambrojtur. I përdorin për të lypur, për punë të paligjshme, për gjëra që as nuk dua të imagjinoj. Dhe këto rjete janë të mbrojtura, kanë njerëz të rëndësishëm të përfshirë. Artani e shtrëngoi bian me më shumë kujdes pas gjoksit. Kjo nuk do të ndodhë me këto vajza, tha ai me vendosmëri. Unë do t'i mbroj. Nuk ka rëndësi kundër kujt duhet të luftoj. Ata arritën në spitalin Amerikan, një nga më të mirët në Tiranë. Artani kishte kontakte atje, mjek që i njihte nga eventet bamirëse. Kur hyn në urgjencë me bian, u morën menjëherë në kujdes. Një ekip mjekësor e mori vajzën për ekzaminime ndërsa Artani, Jona dhe Henriku mbetën në dhomën e pritjes. Jona u ul pranë Artanit, ende duke mbajtur kukullën. Ai e shikoi atë fëmijë që mbante kaq shumë peshë mbi supet e vogla. Jona, tha ai butësisht, a mund të më tregosh tani për letrën? Për këtë të ashtu quajturin Bufi? Jona kafshoi buzën, duke parë përreth për t'u siguruar se askush nuk po dëgjonte. Bufi është një burr, filloi ajo. Ai shfaqet ndonjëherë aty ku rrinë fëmijët e rrugës. Ai ofron ushqim, ofron një vend për të fjetur. Por fëmijët që shkojnë me të nuk kthehen më kurrë. Ose kur kthehen, janë ndryshe, me frikë, nuk flasin më. Artani ndjeu zemërimin të vlonte brenda tij. Dhe Fatmire? Ajo punon me këtë burr? Jona ngriti supet. Nuk e di. Por ajo e njeh. Njëherë e dëgjova duke folur në telefon, duke folur për Bufin, duke thënë se kishte vajza të reja. Bëra sikur po flija, por e dëgjova. Henriku ju bashkua bisedës. Ky simbol në letër, tha ai, ishte i shtëpisë së fëmijës Shënvlash. Pse e kishe këtë letër, Jona? E gjeta, u përgjigj ajo. Ishte në një vend ku Fatmire ruan gjëra. Kishte disa letra me emra dhe numra. Unë mora një pa e parë ajo. Artani e mori përsëri letrën dhe e shikoi me vëmendje. Adresa e shkruar ishte në zonën e Astirit në Tiranë, një lagje që ai e njihte me emër, por nuk e kishte vizituar kurrë. Ai ishte gati të pyeste më shumë kur i ra celulari. Ishte një numër i bllokuar. Ai u përgjigj me kujdes. Alo? Zëri në anën tjetër ishte i shtrembëruar, qartësisht duke përdorur një lloj modulatori. Zoti Gashi, tha zëri, ju po futeni në gjëra që nuk duhet. Vajza juaj tashmë është larguar. Mos bëni gabimin të humbisni dikë tjetër për shkak të kokfortësisë suaj. Artani ndjeu gjakun t'i ngri. Kush jeni ju? Si e njihni vajzën time? Zëri qeshi ftohtë. Unë njoh shumë gjëra, zoti Gashi. Njoh bizneset tuaja, rutinën tuaj, njerëzit që doni. Dhe më besoni, keni më shumë për të humbur se sa imagjinoni. Lërini vajzat aty ku ishin. Kthehuni në jetën tuaj. Harroni atë që patë sot. Kur, tha Artani me vendosmëri, edhe pse ndjente frikën t'i shtrëngonte gjoksin. Unë nuk do t'i braktis këta fëmijë. Mund të vini me kërcënimet tuaja, mund të përpiqeni të më trembni, por unë nuk do të tërhiqem. Zëri heshti për një moment. Atëherë ju zgjodhet, tha ai më në fund. Kujtojeni këtë zgjedhje kur gjithçka të shembet rreth jush. Dhe ju siguroj, do të shembet. Thirrja u ndërpre. Artani mbeti i palvizur, celulari ende në dorë, duke procesuar kërcënimin. Henriku e vëzhgonte me shqetësim. Çfarë ishte? Pyeti ai. Kërcënime, u përgjigj Artani. Dikush do që unë t'i braktis vajzat. Por kjo nuk do të ndodhë.
Ishte në atë moment që një mjek e doli nga dhoma e ekzaminimeve. Ajo ishte e re, rreth të 30-tave, me një shprehje serioze. Doktor Gashi? Thiri ajo, duke e ngatëruar Artanin me një mjek për shkak të mënyrës se si po vepronte. Nuk jam mjek, e korrigjoi Artani. Jam mik i familjes. Si është vajza? Mjekja Pshertiu. Ajo është e kequshqyer, e dehidratuar dhe me një infeksion respirator që duhet trajtuar me antibiotik të fortë. Do ta shtrojmë për disa ditë për monitorim. Por me trajtimin e duhur, ajo do të shërohet plotësisht. Ajo pati fat që erdhët në kohë. Artani ndjeu një lehtësim të madh ta pushtonte. Faleminderit, doktoresh. Bëni gjithçka që është e nevojshme. Parat nuk janë problem. Mjekja pohoi me kokë dhe u kthye për t'u kujdesur për Bian. Jona e tërhoqi Artanin nga mënga. A mund të rri me të? Pyeti ajo me sy plot shpresë. Mundesh, u përgjigj Artani duke i përkëdhelur flokët vajzës. Mund të rrish, po. Në fakt, ju të dyja do të jeni nën mbrojtjen time tani e tutje. Unë do të sigurohem që të keni gjithçka që ju nevojitet. Jona e përqafoi papritur duke e shtrënguar fort dhe Artani ndjeu diçka brenda tij të thyej dhe të rindërtohej në të njëjtën kohë. Ai po bënte gjën e duhur, për këtë ishte i sigurt. Por gjithashtu e dinte se sapo kishte hyrë në një luftë që mezi e kuptonte, kundër armiqve që i njihnin pikat e tij të dobëta. Dhe ai simbol në letër, ajo shenja e shtëpisë së fëmijës Shën Vlash, ishte çelësi për të kuptuar gjithçka. Ishte lidhja mes të kaluarës që ai u përpoq ta varroste dhe të tashmes që po shpalosej para tij në mënyra gjithnjë e më të rrezikshme. Henriku u afrua. Do të bëj disa telefonata, tha ai. Kam miq që ende punojnë në shërbimin social. Do të fillojmë një hetim serioz për këto rrjete shfrytëzimi. Dhe do t'i mbrojmë këto vajza, çfarëdo që të ndodhë. Artani pohoi me kokë, mirënjohës që nuk ishte vetëm në këtë. Por ndërsa Henriku u largua për të bërë telefonatat dhe Jonën e çuan për të qëndruar me Bian në dhomë, Artani mbeti aty vetëm në dhomën e pritjes, duke parë atë simbol në letrën e zhubravitur, dhe duke ndjerë se stuhia që po vinte do të ishte shumë më e madhe se çdo gjë që ai kishte përballuar ndonjëherë. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, a do të ishit përfshirë në situatën e vajzave edhe pse i dinit rreziqet, apo do të ishit kthyer në jetën tuaj të rehatshme? Na tregoni në komente. Ditët në vijim ishin një mal me emocione dhe zbulime që transformuan plotësisht jetën e Artanit. Bia qëndroi e shtruar në spital për 4 ditë, gjatë të cilave si ajo ashtu edhe Jona morën të gjithë kujdesin e nevojshëm mjekësor. Artani punsoi një ekip privat për të garantuar që vajzat të kishin gjithçka më të mirë, nga ushqimi i duhur deri te mbështetja psikologjike. Ai e vizitonte spitalin çdo ditë, ndonjëherë 2 ose 3 herë në ditë, duke sjellë lodra, libra, rroba të reja. Pak nga pak, vajzat filluan të hapeshin, duke treguar më shumë për jetën e tyre në rrugë. Henriku punoi pa u lodhur për të rregulluar situatën e fëmijëve. Ai zbuloi se Jona me të vërtet ishte larguar nga shtëpia e fëmijës Shën Vlash kur ajo u mbyll, por regjistrimet e saj ishin bërë keq, plot me mospërputhje. Bia ishte edhe më misterioze, praktikisht pa asnjë dokumentacion. Ishte sikur ajo të mos kishte ekzistuar kurrë zyrtarisht. Kjo i ndërlikonte gjërat nga pikpamja ligjore, por gjithashtu ndiste alarme të kuqe se si këta fëmijë kishin rënë kaq thellë nëpër të çarat e sistemit. Artani transformoi një nga dhomat e apartamentit të tij luksos në zonën e liçenit artificial në një hapësirë mikpritëse për vajzat. Bleu krevate të reja, mbushi dollapin me rroba, dekoroi muret me vizatime plot ngjyra. Për herë të parë në 5 vjet që kur Lira ishte larguar, ai apartament po merrte përsëri jetë, të qeshurat e fëmijëve kumbonin nëpër korridore. Ishte e dhimbshme dhe ngushëlluese në të njëjtën kohë. Sa herë që shihte Jonën dhe Bian duke luajtur, Artani shihte edhe Lirën aty, buzëqeshjen e saj, gëzimin e saj, mirësinë e saj. Dhe kuptonte se ndoshta Lira kishte lënë një trashëgimi më të madhe se sa ai imagjinonte, se ai takim në supermarket nuk kishte qenë rastësi. Por jo gjithçka ishte lule. Kërcënimet vazhduan të vinin. Mesazhe anonime në celular, letra pa dërgues të lëna në recepcionin e pallatit, telefonata në mes të natës me zëra të shtrembëruar që përsërisnin gjithmonë të njëjtën gjë: kthej vajzat, haro atë që zbulove, ktheu në jetën tënde. Artani rriti sigurinë e pallatit, punsoi truproja private për ta shoqëruar, instaloi kamera kudo.
por e dinte se po luftonte kundër diçkaje më të madhe, një rjeti që kishte tentakula kudo. Një pasdite, ndërsa vajzat pushonin pas drekës, Artani vendosi të shkonte në adresën që ishte në letrën që Jona i kishte dhënë. Mori me vete Henrikun dhe 2 truproja. Vendi ishte në Astir, në një ndërtesë të vjetër dhe të degraduar, e rrethuar nga rrugica të ngushta dhe tregti popullore. Ata parkuan një blok më larg dhe shkuan në këmbë. Artani vishte rroba të thjeshta, duke u përpjekur të mos tërhiqte vëmendjen, por ishte e vështirë të fshihte plotësisht qëndrimin e tij, mënyrën e tij të ecjes, shenjat e një jete të rehatshme. Ndërtesa kishte 5 kate dhe mbante erë myku dhe braktisjeje. Nuk kishte portier, dera e hyrjes ishte e thyrë. Ata u ngjitën shkallëve deri në katin e tretë, ku ndodhej apartamenti 13, numri që ishte në letër. Artani trokiti në derë. Asgjë. Trokiti përsëri, më fort. Dëgjuan një lëvizje brenda, hapa që afroheshin. Dera u hap vetëm pak, e mbajtur nga një zinxhir. Një sy i vëzhgoi përmes hapësirës. "Çfarë doni?" pyeti një zë gruaje, i ngjirur dhe dyshues. "Po kërkojmë informacion," tha Artani. "Për fëmijët që jetonin në një shtëpi fëmijë të quajtur Shën Vlash. Dhe për dikë të njohur si Bufi." Dera u mbyll papritur. Ata dëgjuan shumë gjërash që lëviznin, nxitim. Henriku e shikoi Artanin. Do të arratiset. Ata u përpoqën ta detyronin derën, por ishte rezistente. Një nga truprojat më në fund arriti ta shpërthej dhe ata hynë në apartament. Vendi ishte i vogël, i ndotur, me mobilje të vjetra të shpërndara. Kishte foto në mure, foto fëmijësh. 10 prej tyre. Artani ndjeu stomakun t'i kthehej përmbys kur njohu disa nga ato fytyra, fëmijë që i kishte parë në shtëpinë e fëmijës vite më parë, përfshirë Jonën. Gruaja kishte dalë nga dritarja, duke zbritur nga një shkallë zjarri. Ata u përpoqën ta ndiqnin, por ajo ishte e shpejtë, njihte çdo rrugicë, çdo shkurtore. U zhduk në turmën e rrugës. Artani u kthye në apartament dhe filloi të ekzaminonte gjithçka me kujdes. Kishte dosje me dokumente, lista emrash, adresa, numra telefoni. Ishin regjistrime fëmijësh, të gjithë të ardhur nga shtëpia e fëmijës Shën Vlash ose nga vende të tjera të ngjashme. Kishte shënime për karakteristikat fizike, moshat, sjelljet. Ishte shqetësuese, sikur të ishin mallra që po katalogoheshin. Henriku gjeti një kompjuter të vjetër në një qoshe. E ndezi dhe për habin e tij nuk kishte fjalë kalim. Filloi të kërkonte në skedar dhe gjeti korrespondenca, emaile të shkëmbyra me disa njerëz. Një emër shfaqej shpesh, Agustin Marku, ose siç quhej në emaile, Bufi. Mesazhet flisnin për transferta, për dërgesa, për pagesa. Përdornin kode, por ishte e mundur të kuptojë thelbi. Fëmijët po lëviznin sigur në një tabel shahu. Një nga truprojat gjeti diçka edhe më shqetësuese. Në një dollap të murosur, të fshehur pas rrobave të vjetra, ishte një kasafort e vogël. Arritën ta hapnin me pak mundim dhe brenda gjetën para, shumë para në dorë, dhe dokumente që dukeshin si karta identiteti false. Por ajo që tërhoqi më shumë vëmendjen ishte një zarf i vulosur me simbolin e shtëpisë së fëmijës Shën Vlash. Artani e hapi me duar që i dridheshin. Brenda kishte foto të vjetra, foto të shtëpisë së fëmijës, të fëmijëve, të stafit. Dhe në njërin prej tyre, Artani pa veten, më i ri, duke mbajtur lirën në krah. Pranë saj, e vogël dhe e turpshme, ishte Jona. Dhe në sfond, gjysmë e paqartë, ishte gruaja që ishte arratisur nga dritarja. Ajo punonte në shtëpinë e fëmijës. Artani ndjeu këmbët t'i lëkundeshin. U ul në një karrige të thyrë, duke mbajtur foton, duke u përpjekur të procesonte gjithçka. Kjo grua e njihte lirën. E njihte Jonën. Ishte e përfshirë që në fillim. Henrik, thiri ai, zëri i doli i ngjirur. E njeh këtë grua? Henriku mori foton dhe e studioi me vëmendje. Fytyra e tij u zbe. Klara, tha ai. Klara Dervishi. Ajo ishte asistente administrative në shtëpinë e fëmijës. Merrej me dokumentacionin, regjistrimet, gjëra të tilla. Por kur shtëpia e fëmijës u mbyll dhe hetimet filluan, ajo u zhduk. Askush nuk arriti ta gjente për të dëshmuar. Dhe tani e dim pse, tha Artani, duke ndjerë zemërimin të përzier me një trishtim të thellë. Ajo ishte në skem që në fillim.
Ndihmoj për të vjedhur këta fëmijë, për të fshirë gjurmët e tyre, për t'i dorëzuar këtij rjeti. Ata mblodhen gjithçka që mundën si provë dhe dolën nga apartamenti. Artani e dinte se duhej t'ia çonte ato autoriteteve, por gjithashtu e dinte se nëse ky rjet ishte kaq i mirë strukturuar, kaq i mbrojtur, me siguri kishte njerëz të infiltruar në vende të ndryshme, përfshirë policinë. Duhej të ishte strategjik, i kujdesshëm. Një lëvizje e gabuar dhe vajzat mund të ishin në rrezik edhe më të madh. Kur u kthye në apartament, Artani i gjeti vajzat duke vizatuar në sallon. Jona kishte marrë një kuti me lapsa me ngjyra dhe letër dhe po i mësonte Bias të vizatonte lule. Skena ishte aq e pastër, aq plot shpresë, saqë Artani pothuajse nuk pati guxim të sillte hijet e botës atje brenda. Por Jona vuri re diçka në fytyrën e tij. Ti ishe në atë vend, tha ajo. Nuk ishte pyetje, ishte pohim. Ti i pe fotot. Artani u ul në dysheme pranë tyre. I pash, konfirmoi ai. Jona, gruaja e atij apartamenti, Klara. E nje? Jona pohoi ngadalë me kokë, duke lënë lapsin më njan. Ajo punonte në vendin e krevateve. Ajo ishte e mirë me mua në fillim. Pasi vajza jote u largua, ajo ndryshoi. U bë ndryshe, e çuditshme. Një ditë ajo më çoi në një vend tjetër dhe tha se do të jetoja me fëmijë të tjerë. Por nuk ishte vend i mirë. Kishte një zonjë të keqe që bërtiste. Unë u arratisa. Dhe si përfundove me Fatmiren? Pyeti Artani. Fatmire më gjeti në rrugë. Tha se do të më ndihmonte, se do të më jepte ushqim dhe një vend për të fjetur. Në fillim ishte mirë. Por pastaj ajo filloi të më përdorte mua dhe fëmijë të tjerë për të kërkuar para në rrugë, për të çuar gjëra nga një vend në tjetrin. Ajo i mbante të gjitha paratë. Nëse nuk sillnim para, ajo bërtiste, na arrite ndonjëherë. U përpoqa të arratisesha disa herë, por ajo gjithmonë më gjente. Artani ndjeu zemërimin të shpërthente brenda tij. Këta njerëz i kishin vjedhur fëmijërinë Jonës, kishin transformuar një vajzë të vogël të pafajshme në një fëmijë që duhej të mbijetonte në rrugë. Dhe sa fëmijë të tjerë po kalonin të njëjtën gjë? Sa Jona dhe bija të tjera ekzistonin aty, të padukshme, të harruara? Atë natë, pasi vajzat fjetën, Artani u mbyll në zyrë me Henrikun. Ata shpërndan të gjitha dokumentet në tavolinë, duke u përpjekur të ndërtonin enigmën. Henriku kishte përvojë me rastet e shfrytëzimit të fëmijëve, njihte modelet, taktikat. Ai shpjegoi se zakonisht këto rrjete funksiononin në shtresa. Në bazë ishin mbledhësit, njerëz si Fatmire që mblidhnin fëmijë të pambrojtur në rrugë. Në mes ishin organizatorët, siç ishte me siguri Klara, që bënin logjistikën, kujdeseshin për dokumentacionin fals, regjistrimet. Dhe në krye ishte Bufi, njeriu që kontrollonte gjithçka, që kishte lidhjet, pushtetin, mbrojtjen. Duhet të arrijmë tek ai, tha Artani. Duhet ta çmontojmë këtë nga lart poshtë. Është e rrezikshme, paralajmëroi Henriku. Njerëz të tillë kanë mbrojtje, kanë njerëz të rëndësishëm në xhel. Nëse ndihen të kërcënuar, mund të reagojnë në mënyra që as nuk i imagjinojmë. I di rreziqet, u përgjigj Artani. Por unë nuk mund të bëj sikur nuk pash asgjë. Jo pas gjithë kësaj. Lira nuk do ta kishte dashur këtë. Ajo gjithmonë donte të ndihmonte, gjithmonë kujdesej për fëmijët e tjerë. Tani e kuptoi se kjo ishte trashëgimia që ajo donte të linte. Dhe unë do ta nderoj këtë. Henriku pshërtiu, por kishte admirim në sytë e tij. Atëherë le ta bëjmë siç duhet. Do të flas me një prokuror që njoh, dik të besuar. Ai mund të fillojë një hetim zyrtar pa alarmuar njerëzit e gabuar. Në javët në vijim, Artani dhe Henriku punuan në heshtje, duke mbledhur prova, duke bërë lidhje. Prokurori, një burr i quajtur Pjetër Kola, mbeti i shokuar nga ajo që ata i paraqitën. Ai premtoi të hapte një hetim sekret, duke sjellë vetëm njerëz të besimit absolut. Por ai gjithashtu paralajmëroi se do të ishte një proces i ngadaltë, se nuk mund të vepronin me nxitim ose gjithçka do të shembej. Ndërkohë, Artani përpiqej t'u jepte vajzave fëmijërinë që meritonin. I regjistroi në një shkollë private, punsoi mësues për forcimi, i çonte për shëtitje në fundjavë. Jona, e cila në fillim ishte dyshuese dhe e mbyllur, filloi pak nga pak të hapej, të buzëqeshte më shumë, të ishte fëmijë i vërtetë. Bia, pasi u shërua plotësisht nga infeksioni, u zbulua se ishte një vajzë e gëzuar dhe kureshtare, plot pyetje për gjithçka.
Ato filluan ta quanin Artanin Xhaxhi tani, dhe sa herë që e dëgjonte këtë, ai ndjente zemrën t'i shtrëngojë në një mënyrë të mirë. Por hijet vazhdonin të ishin aty. Artani filloi të kuptonte se po ndiqej. Makina të çuditshme shfaqeshin në rrugën e pallatit. Njerëz e vëzhgonin kur dilte me vajzat. Dhe mesazhet vazhdonin, gjithnjë e më kërcënuese. Një natë, Artani u zgjua nga alarmi i zjarrit që binte. Doli me vrap për të marrë vajzat dhe zbuloi se dikush kishte tentuar t'i vinte flakën derës së apartamentit. Rojet e pallatit e fikën zjarrin shpejt, por mesazhi ishte i qartë, ata e dinin ku banonte, e dinin ku ishin vajzat. Artani mori një vendim të vështirë. I zhvendosi vajzat përkohësisht në një vend të sigurt, një shtëpi në periferi të Tiranës, në mbrojtje të vazhdueshme. Ai vetë filloi të lëvizte më pak, të ndryshonte rrugët, të kishte kujdes me çdo hap. Hetimi po përparonte, Pjetër Kola kishte arritur të gjurmonte lëvizje të dyshimta financiare të lidhura me bufin, por ende nuk e kishin lokalizuar vetë burrin. Ishte atëherë që ndodhi diçka e papritur. U shfaq Fatmire. Ajo e kërkoi Artanin përmes një ndërmjetësi, duke thënë se donte të bënte një marrëveshje, se kishte informacion të rëndësishëm. Artani hezitoi, duke dyshuar për një kurth, por Pjetër Kola mendoi se ja vlente rreziku. Organizuan një takim në një vend publik, një qendër tregtare në orar lëvizjeje, me truproja dhe policë civil pranë. Fatmire ishte ndryshe, më e dobët, me rrath të zinj nën sy, flokët të shpupuritur. Ajo duke e friksuar, duke parë vazhdimisht përreth. Kur u ul përballë Artanit, duart i dridheshin. Unë dua të dal nga kjo, tha ajo pa u zgjatur. Por kam nevojë për mbrojtje, për garanci. Pse tani? Pyeti Artani, zëri i ftohtë. Pse pas kaq shumë kohë duke i shfrytëzuar këta fëmijë, ti do të dalësh? Fatmire uli syt. Sepse ata do të më vrasin gjithsesi, u përgjigj ajo. Unë di shumë. Kam parë se çfarë u ka ndodhur njerëzve të tjerë që u përpoqën të largoheshin ose që folën shumë. Ata thjesht zhduken. Nuk dua të jem me radhës. Çfarë di? Pyeti Pjetër Kola, duke u përkulur përpara. E di ku operon bufi, tha Fatmire. E di si funksionon rrjeti, kush është i përfshirë, ku janë fëmijët e tjerë. Di për parat, për politikanët dhe biznesmenët që e financojnë gjithë këtë. Di edhe për shtëpinë e fëmijës Shën Vlash, se si u përdor si burim fëmijësh të pambrojtur. Dhe në këmbim të çfarë do të na japësh këto informacione? Donte të dinte Artani. Mbrojtje, përsëriti Fatmire. Hyrje në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve. Dhe imunitet. E di që kam bërë gjëra të gabuara, por unë nuk jam përbindësh i këtu. Edhe unë kam qenë viktim në fillim. Edhe unë jam përdorur. Dhe tani dua të bëj gjën e duhur. Artani e shikoi Pjetër Kolën, i cili pohoi lehtë me kokë. Nëse informacionet e tua janë të vërteta dhe çojnë në arrestime, mund të negociojmë, tha prokurori. Por ti do të duhet të bashkëpunosh plotësisht, të tregosh gjithçka, detaj pas detaji. Fatmire ra dakord. Dhe aty, në atë cep të qendrës tregtare, me zhurmën e njerëzve që kalonin, muzikën që luaj, fëmijët që luanin, ajo filloi të derte vite të tëra sekretesh. Foli se si shtëpia e fëmijës Shën Vlash ishte vetëm një nga shumë vendet e përdorura nga rrjeti. Foli se si fëmijët zgjidheshin, më të pambrojturit, ata pa familje, ata që askush nuk do t'i kërkonte. Foli se si ata lëviznin për qëllime të ndryshme, punë të detyruar, lypje të organizuar, madje edhe gjëra më të këqija që ajo as nuk donte t'i detajonte. Po bufi? Pyeti Artani. Kush është ai në të vërtetë? Fatmire mori frym thellë. Agustin Marku. Biznesmen i respektuar, pronar i disa kompanive fasad. Ai e përdor rrjetin jo vetëm për shfrytëzim, por edhe për pastrim parash. Fëmijët janë vetëm një pjesë e një skeme shumë më të madhe. Ai ka mbrojtje nga njerëz të rëndësishëm, politikan, gjyqtar, policë. Prandaj askush nuk ka arritur kur ta prek. Si të arrim tek ai? Pyeti Pjetër Kola. Ka një event, tha Fatmire. Pas një jave. Një ankand bamirësie arti. Ai shkon gjithmonë për të ruajtur aparencën e njeriu të mirë. Është një mundësi për ta konfrontuar publikisht me dëshmitar, me shtyp. Ai nuk do të mund të zhduket apo të kërcënoj askënd atje. Artani ndjeu diçka të ndryshonte brenda tij.
Më në fund kishin një plan, një shans real për t'i dhënë fund kësaj. Por gjithashtu e dinte se ishte gati të përballej me njeriu më të rrezikshëm të kësaj historie, një njeri që kishte shkatëruar jetë të panumërta dhe që nuk do të hezitonte të shkatëronte edhe të tijën. Kur u kthye në shtëpia të natë, Artani qëndroi zgjuar për një kohë të gjatë, duke parë nga dritarja dritat e Tiranës. Mendoi për Lirën, se sa krenare do të ishte për të që po luftonte për ata fëmijë. Mendoi për Jonën dhe Bian, për t'u dhënë atyre një të ardhme që e meritonin. Dhe mendoi për të gjithë fëmijët e tjerë ende të bllokuar në atë rrjet, duke pritur për dikë që t'i shihte, që të kujdesej. Ai mori telefonin dhe i telefonoi Henrikut. "Jemi afër fundit," tha ai. "Një javë dhe do të përballemi me Bufin. Je me mua?" "Deri në fund," u përgjigj Henriku pa hezitim. Dhe kështu, ndërsa qyteti flinte, planet u bën, strategjit u ndërtuan, një ushtri e heshtur po përgatitej për një betejë që do të vendoste fatin e shumë jetëve të pafajshme. Nata e ankandit bamirës mbërriti e mbështjell me një tension që Artani mund ta ndjente në lëkurë. Eventi mbahej në pallatin e brigadave, një hapësirë e sofistikuar në Tiranë, e frekuentuar nga elita e kryeqytetit. Artani veshi kostumin e tij më të mirë, jo për vanitet, por sepse duhej të përzihej në atë mjedis pa ngjallur dyshime. Henriku do të shkonte si shoqëruesi i tij dhe Pjetër Kola do të ishte i pranishëm me një ekip të matur hetuesish dhe policësh civil. Fatmire ishte e fshehur në një furgon jashtë, gati për të konfirmuar praninë e Bufit. Kur Artani hyri në sallon, u prit nga një ambient luksi të tepruar. Llambadar kristali ndriçonin muret të dekoruara me vepra arti të vlefshme, kamerier qarkullonin me tabaka shampanje dhe kanape të rafinuara, dhe njerëz të veshur me elegancë bisedonin në grupe të vogla, duke pretenduar interes për bamirësi ndërsa shfaqnin bijuteri dhe ora të shtrenjta. Artani ndjeu një të përzier të lehtë kur mendoi se në atë moment, pak kilometra larg, fëmijë si Jona dhe Bia luftonin për të mbijetuar, të padukshëm për gjithë ata njerëz. Ai qarkulloi nëpër sallon me Henrikun, duke përshëndetur të njohur, duke ruajtur aparencën. Zemra i rrite me shpejtësi, por ai sforconte një shprehje të qetë. Pa pritur, celulari i tij vibroi. Ishte një mesazh nga Fatmire. Sapo mbërriti, kostum gri, flok të thinjur, është afër barit. Artani shikoi në drejtimin e treguar dhe e pa. Agustin Marku, Bufi. Ishte një burr rreth të 60-tave, me një pamje elegante, buzëqeshje të lehtë, duke përshëndetur të gjithë me familjaritet. Dukej si personi i fundit që dikush do të imagjinonte pas një rrjeti shfrytëzimi fëmijësh. Dhe pikërisht për këtë arsye ai kishte arritur të operonte për kaq shumë kohë pa u kapur. Artani mori frym thellë dhe filloi të afrohej. Henriku e ndoqi nga afër. Pjetër Kola, nga ana tjetër e sallonit, bëri një shenjë të matur duke treguar se ishte gati. Plani ishte i thjeshtë, Artani do të fillonte një bisedë, do të përpiqej ta bënte Agustinin të zbulonte veten në një farë mënyre, ndërsa gjithçka do të regjistrohej. Me fat do të arrinin të mblidhnin prova të mjaftueshme për një arrestim. Por Artani e dinte se burra si Agustini ishin të kujdesshëm, rrallë bënin gabime. Zoti Marku, tha Artani duke u afruar, duke i zgjatur dorën. Artan Gashi. Mendoj se jemi parë në disa evente. Agustini ja shtrëngoi dorën me vendosmëri, buzëqeshja e përzemërt nuk u lëkun për asnjë sekondë. Sigurisht, zoti Gashi. Biznesmeni i famshëm i pasurive të paluajtshme. Është kënaqësi. I interesuar për ndonjë vepër arti sot? Në fakt, jam më i interesuar të bisedoj për punën sociale, tha Artani, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Jam përfshirë kohët e fundit me çështje që lidhen me fëmijët në situata të vështira. Dhe më kanë thënë se edhe ju mbështesni disa kauza në këtë fushë. Diçka ndryshoi në sytë e Agustinit vetëm për një fraksion sekonde, por Artani e vuri re. Ishte një llogaritje, një vlerësim. Po, unë mbështes disa institucione, u përgjigj Agustini qetësisht. Është e rëndësishme t'i kthesh diçka shoqërisë. Por e pranoj se nuk përfshihem zakonisht drejt për drejt. Preferoj të bëj donacione dhe t'i lë profesionistët të kujdesen për punën në terren. Interesante, vazhdoi Artani. Sepse kam zbuluar kohët e fundit se ka një rrjet shumë të mirë organizuar që përfiton nga këta fëmijë. Dhe emri Bufi është shfaqur shpesh në hetimet e mia. Buzëqeshja e Agustinit më në fund u lëkun. Ai piu një glënjik shampanjë duke fituar kohë për të menduar.
Më falni, nuk e kuptova se ku doni të dilni me këtë, tha ai, zëri duke ruajtur tonin miqësor, por me një maj ftohtësie. Henriku u afrua. Unë punoja në shtëpinë e fëmijës Shën Vlash, tha ai. Mbaj mend dokumente dhe lëvizje të dyshimta. Dhe tani, vite më vonë, zbuluam se kishte një rjet që përdorte atë shtëpi fëmije si burim fëmijesh për shfrytëzim. Agustini i shikoi nga njëri tek tjetri dhe për herë të parë, Artani pa njeriun e vërtet pas maskës. Syt ju bën të ashpër, llogaritës. Ju po bëni akuza shumë serioze, tha ai me zë të ulët. Shpresoj të keni prova për atë që po insinuoni. Kemi, u përgjigj Artani. Kemi dokumente, dëshmitar, regjistrime financiare. Dhe kemi 2 vajza që i mbjetuan skemës suaj dhe që janë të gatshme të tregojnë gjithçka. Fytyra e Agustinit u zbardh. Për një moment, Artani mendoi se ai do të mohonte gjithçka, se do të ruante fasadën. Por pastaj ndodhi diçka e papritur. Agustini qeshi ulët dhe hidhur. Ju nuk e keni iden se ku po futeni, tha ai. Ju mendoni se mund të shfaqeni thjesht këtu dhe të më konfrontoni? Mendoni se unë nuk kam mbrojtje? Në atë moment, Pjetër Kola u afrua me hetuesit e tij. Zoti Marku, tha ai duke treguar identifikimin e tij. Jam prokurori Pjetër Kola. Kemi një urdhër për sekuestrim dokumentesh dhe do të donim të na shoqëronit për të dhënë sqarime. I gjithë salloni ndaloi. Bisedat pushuan, të gjithë syt u kthyen nga ajo skenë. Agustini shikoi përreth duke kuptuar se ishte në kurth. Do të pendoheni për këtë, i tha ai Artanit, zëri i ngarkuar me helm. Do të zbuloni se të ngatërohesh me mua ka një çmim shumë të lartë. Por para se të mund të thoshte më shumë, ndodhi diçka që askush nuk e priste. Një grua ju afrua grupit duke shtyrë njerëzit. Ishte Klara, asistentja e shtëpisë së fëmijës që ishte arratisur. Por ajo nuk ishte vetëm. Ajo mbante për dore një vajzë rreth 8 vjeç të dobët të frikësuar. Mjaft, bërtiti Klara dhe kishte lot që i rridhnin në përfytyrë. Nuk duroj dot më. Nuk duroj dot më të gënjej, të fshihem. Klara, pusho. Fërshëlleu Agustini, por ajo e injoroi. Kjo vajzë, tha ajo duke treguar fëmijën pranë saj, u mor nga shtëpia e fëmijës 3 vjet më parë. Ashtu si 10 të tjera. Unë ndihmova për ta bërë këtë. Unë manipulova dokumente, fshiva regjistrime, ja dorëzova fëmijët këtij njeriu. Dhe ai i përdori, i shfrytëzoi, u shkatërroi jetën. Dhe unë e bëra këtë sepse ai më kërcënoi, sepse ai ka pushtet, sepse kisha frikë. Por jo më. Nuk do të lejoj që asnjë fëmijë tjetër të kalojë nëpër këtë. Salloni ishte në heshtje të plot tani. Njerëzit filmonin me celular, gazetarët që po mbulonin eventin afroheshin. Agustini u përpoq të largohej, por hetuesit e rrethuan. Pjetër Kola bëri një shenjë dhe më shumë policë hynë në sallon. Agustin Marku, ju jeni i arrestuar, deklaroi prokurori. Ndërsa Agustinin e merrnin me pranga duke bërtitur për avokatët dhe lidhjet e tij, Artani ndjeu këmbët tij lëkundeshin. Kishte mbaruar. Ose të paktën, pjesa e parë kishte mbaruar. Ai e dinte se do të kishte ende shumë punë përpara, procese, gjykime, identifikimin dhe shpëtimin e të gjithë fëmijëve të tjerë të përfshirë në rrjedh. Por aty, në atë moment, ata kishin fituar një betejë të rëndësishme. Klara ju afrua Artanit duke mbajtur dorën e vajzës. Më vjen shumë keq, tha ajo, zëri i thyer. Për gjithçka. Për Jonën, për Bian, për të gjitha ato. Isha e dobët, kisha frikë, por kjo nuk është justifikim. Unë duhet të paguaj për atë që kam bërë. Artani e shikoi atë, pa pendimin e sinqert aty. Do të paguash, tha ai. Por gjithashtu do të kesh shansin të ndihmosh për ta rregulluar këtë. Do të na ndihmosh të gjejmë të gjithë fëmijët e tjerë. Do të japësh dëshminë tënde dhe do të garantosh që Agustini dhe të gjithë të tjerët e përfshirë të dënohen. Klara pohoi me kokë, duke përqafuar vajzën që ishte me të. Do të bëj gjithçka që mundem. Ditët në vijim ishin një çmenduri. Arrestimi i Agustin Markut u bë lajm kombëtar. Hetimi u zgjerua duke zbuluar një rrjet që shkonte shumë përtej asaj që dikush imagjinonte. Politikan u implikuan, biznesmen të respektuar pan emrat e tyre të njolloseshin, e gjithë shoqëria u detyrua të shikonte një problem që gjithmonë preferonte ta injoronte.
Fëmijë u shpëtuan nga situata të tmerrshme, u çuan në strehimore të përshtatshme, morën kujdes dhe vëmendje. Fatmire hyri në programin e mbrojtjes së dëshmitarëve dhe dëshmia e saj ishte vendimtare për të çmontuar disa pika të rrjetit. Artani, gjatë gjithë këtij procesi, qëndroi pranë Jonës dhe Bias. Filloi një proces formal birësimi për të dyja vajzat, diçka që ai kur nuk imagjinoi se do ta bënte përsëri pas humbjes së lirës. Por sa më shumë kohë kalonte me to, aq më shumë kuptonte se kjo ishte pikërisht ajo që Lira do të kishte dashur. Ajo gjithmonë fliste për të ndihmuar fëmijët e tjerë, për të përdorur dashurinë që kishin për njëri tjetrin për ta bërë botën më të mirë. Dhe tani, Artani e kuptonte se Lira kishte mbjellë një far tek ai që vetëm tani po lulëzonte. Disa javë pas gjithë asaj rrëmuje, në një mëngjes të qetë të së dielës, Artani ishte në park me vajzat. Ato luanin në këndin e lojrave, duke qeshur, duke vrapuar, duke qenë fëmijë të vërtetë. Jona ishte shëndoshur, fytyra e saj ishte e kuqe dhe e shëndetshme, sytë i shkëlqenin me një gëzim që Artani nuk e kishte parë kur më parë. Bia, gjithmonë më e folura, tregonte histori të pabesueshme për princesha dhe dragonj ndërsa shtynte një lisharse. Artani ishte ulur në një stol duke vëzhguar kur Henriku ju bashkua. "Si je?" pyeti Henriku. "I lodhur," pranoi Artani. "Por mirë. Vërtet mirë, për herë të parë pas një kohe të gjatë." "Vajzat do të jenë mirë," tha Henriku. "Ti po u jep atyre jetën që meritojnë." "Jo," e korrigjoi Artani. "Ato po më japin mua jetën që meritoj. Ato më kthyen një qëllim, një arsye për të zgjuar në mëngjes. Unë isha i vdekur për brenda për 5 vjet, Henrik. Që kur Lira u largua. Ndërtova mure kaq të larta rreth vetes sa mendova se nuk do të ndjeja më kur asgjë. Por atë ditë në supermarket, kur pash Jonën duke u poshtëruar, diçka u thye. Dhe tani, duke i parë ato, ndjej se Lira është këtu me mua, duke buzëqeshur, duke thënë se më në fund e kuptova." Jona e vuri re Artanin që po e shikonte dhe vrapoi drejt tij. "Xhaxhi tani." E thiri ajo, gjithmonë e quante kështu tani. Eja na shtyi në lisharse. Artani u ngrit me një buzëqeshje. "Po, princesh, po vi." Ai kaloi pjesën tjetër të mëngjesit duke luajtur me to, duke shtyr lisharsen, duke luajtur me top, duke qeshur me gjëra të kota. Dhe në çdo të qeshur të tyre, ai dëgjonte jehonën e Lirës, ndjente praninë e saj, miratimin e saj. Ajo vajzë e vogël që ai e kishte humbur vazhdonte të jetonte në mirësinë që ai tani shpërndante, në dashurinë që u jepte atyre dy fëmijëve që kishin aq shumë nevojë. Atë natë, pasi i vuri Jonën dhe Bian të flinin, Artani shkoi në dhomën që kishte qenë e Lirës dhe që ai e kishte mbajtur të paprekur për 5 vjet. Ai hyri, diçka që e bënte rrallë, dhe u ul në krevat. Mori foton e vajzës në komodin. Ajo i buzëqeshte kamerës, me ata sy plot jetë që ai i donte aq shumë. "Faleminderit," pëshpëriti ai. "Faleminderit që më mësove të dua vërtet. Faleminderit që më tregove se dhimbja mund të transformohet në diçka të bukur. Unë do të kujdesem për to, Lira. Do t'u jap atyre gjithë dashurinë që ti më mësove të kem." Ai e vendosi foton përsëri dhe doli nga dhoma, por këtë herë nuk e mbylli derën. E la gjysmë të hapur, duke lejuar simbolikisht që ajo dhomë të bëhej përsëri pjesë e jetës së shtëpisë, që kujtimi i Lirës të mos ishte më një burg, por një frymëzim. Në javët që pasuan, Artani përdori ndikimin dhe burimet e tij për të krijuar një fondacion në emër të Lirës. Fondacioni Lira Gashi do t'i dedikohej identifikimit të fëmijëve në situata të vështira, duke ofruar mbështetje, arsim, kujdes mjekësor dhe psikologjik. Henriku u bë drejtor operacional, duke sjellë përvojën dhe pasionin e tij për kauzën. Ata punësuan punonjës social, psikolog, edukator. Morën me qira një ndërtesë të madhe dhe e transformuan në një hapësirë mikpritëse ku fëmijët mund të vinin gjatë ditës për aktivitete, vakte, mbështetje shkollore. Jona dhe Bia u bën ambasadore jo formale të fondacionit. Ato e vizitonin rregullisht, luanin me fëmijë të tjerë, tregonin historitë e tyre të tejkalimit. Dhe çdo fëmijë që vinte atje dhe shihte dy vajza të lumtura, të shëndetshme, plot jetë, fitonte shpresë se edhe ata mund të kishin një të ardhme ndryshe. Një ditë, muaj pas asaj pasditeje në supermarket, Artani mori një telefonat nga Pjetër Kola. Agustin Marku ishte dënuar me më shumë se 30 vjet burg. Disa të tjerë të përfshirë në rrjet gjithashtu morën dënime të rënda.
Klara, në këmbim të bashkëpunimit të saj, mori një dënim më të lehtë dhe do ta kryente në regjim gjysmë të hapur, duke i dedikuar orë shërbimi komunitar fondacionit. Fatmire ishte e sigurt në programin e mbrojtjes, duke rindërtuar jetën e saj larg Tiranës. Artani e mbylli telefonin dhe shikoi nga dritarja e zyrës së fondacionit. Poshtë, në obor, Jona dhe Bia luanin me fëmijë të tjerë. Të gjithë duke qeshur, të gjithë të sigurt, të gjithë me një shans. Ai mendoi se si ajo ditë e zakonshme në supermarket kishte ndryshuar gjithçka. Se si një akt i thjeshtë i mosshmangjes së shikimit, i mosinjorimit të një padrejtësie, kishte shkaktuar një seri ngjarjesh që transformuan jo vetëm jetën e atyre vajzave, por edhe të tij dhe të shumë njerëzve të tjerë. Ai mori celularin dhe shikoi përsëri atë foto të vjetër që kishte gjetur në apartamentin e Klarës, foton e tij me Lirën dhe Jonën e vogël në sfond. 3 jetë të lidhura nga një moment në kohë, nga një vend që mblodhi shpirtra në nevojë. Dhe tani, vite më vonë, ajo lidhje kishte shpëtuar jo vetëm Jonën dhe Bian, por kishte shpëtuar edhe vetë Artanin nga errësira në të cilën jetonte. Atë natë, kur u kthye në shtëpi me vajzat, ata darkuan së bashku, biseduan për ditën, qeshën me shaka të kota. Në kohën e gjumit, Artani i mbuloi në krevat diçka që ishte bërë një ritual i shenjtë. Jona e përqafoi fort. "Xhaxhi tani", tha ajo, "të dua." Ishte hera e parë që ajo e thoshte këtë. Artani ndjeu sytë t'i digjnin nga lotët që kërcënonin të binin. "Edhe unë të dua, princesh." "Shumë." Bia, gjithmonë më e folura, shtoi, "Ne jemi një familje e vërtet tani, apo jo?" Artani buzëqeshi, duke u përkëdhelur flokët të dyjave. "Po, Bia. Një familje e vërtet." Ai fiku dritën dhe qëndroi për një moment në derën e dhomës, duke vëzhguar 2 vajza tashmë pothuajse në gjumë, të sigurta, të dashura, të mbrojtura. Dhe në atë çast, Artani ndjeu një paqe që nuk e kishte provuar prej vitesh. Ndjeu se më në fund kishte gjetur rrugën e tij përsëri në jetë dhe se kjo rrugë ishte ndriçuar nga 2 vajza të vogla dhe një bijë që, edhe pse nuk ishte më fizikisht e pranishme, vazhdonte t'i udhëhiqte hapat nga kudo që ishte. Jashtë, qyteti i Tiranës vazhdonte kërcimin e tij kaotik të dritave dhe lëvizjes. Por brenda atij apartamenti, brenda atyre zemrave që ishin thyer dhe arnuar, kishte paqe. Kishte dashuri. Kishte shpresë. Dhe kishte sigurinë se, pavarësisht sa erët mund të jetë nata, gjithmonë ekziston mundësia e një agimi të ri. Artani eci drejt sallonit dhe mori shënimin e zhubravitur që Jona i kishte dhënë atë ditë të parë, atë shënim me simbolin e shtëpisë së fëmijës Shën Vlash. Ai e palosi me kujdes dhe e ruajti në një sirtar të veçantë ku mbante gjërat më të rëndësishme të Lirës. Sepse ajo copë letre kishte qenë ura mes të kaluarës së tij të dhimbjes dhe të ardhmes së tij me qëllim. Kishte qenë harta që e udhëhoqi përsëri drejt njerëzimit. Dhe ndërsa përgatitej për të fjetur, Artani shikoi një foto të re në mur, një foto të treve së bashku, ai, Jona dhe Bia, e bërë një të diel me diell në park. Të gjithë duke buzëqeshur, të gjithë të lumtur. Një familje e papërsosur, e ndërtuar mbi humbje dhe takime, por një familje e vërtet, e bashkuar nga dashuria dhe vendosmëria për të transformuar dhimbjen në shpresë. Jashtë, diku në qytet, fëmijë të tjerë ende kishin nevojë për ndihmë. Jona dhe Bia të tjera prisnin për dikë që t'i shite. Dhe Artani e dinte se puna e tij sapo kishte filluar. Por tani ai nuk ishte më vetëm. Kishte 2 vajza që e mbushnin me dashuri, kishte miq të përkushtuar ndaj kauzës, kishte një fondacion që bënte ndryshimin. Dhe mbi të gjitha, kishte sigurinë se Lira do të ishte krenare, se ajo vajzë e vogël me sy të shndritshëm që i donte aq shumë fëmijët e tjerë, vazhdonte të shpëtonte jetë përmes transformimit që kishte bërë në zemrën e babait të saj. Dhe kështu, në një Tiranë që kur nuk fle, në një qytet kontrastesh dhe sfidash, 3 zemra rrihnin në sinkron, 3 shpirtra gjenin preje. 3 jetë të ndërthurura nga një fat që filloi me disa monedha në një dorë të vogël dhe një zemër shumë të madhe për të injoruar padrejtësinë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Jonës dhe Bias t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar, klikoni butonin më pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.